tani duke parë të gjithë sjelljen e presidentit amerikan, gjithë qasjen e tij, leadershipin e tij që ka treguar më së paku në këtë konflikt fundit me Iranin. A duhet të mendohemi apo të shqetësohemi se si mund të shkojë nesër pas nesër fati i marrëdhënies së ngrirë, për shembull Kosovë-Serbi? Edhe këtu, shikoni, është ironike ta thuash, po më i lehtë nganjëherë duket zgjidhja e konfliktit dhe gjetja një marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit se sa midis Albin Kurtit dhe opozitës në Kosovë për një president. Pra, e marrë në miniaturë konflikti politik, dallëdia politike, çorientimi, keqpërdorimi i votës politike, kështu me radhë, për interesa shumë të ngushta, po ekspozon Kosovën gati si një shtet jo funksional. Konfliktet e brendshme, mungesa e një kohezioni, mungesa e një solidariteti të elitës politike të Kosovës, funksionaliteti kryesisht partijak i administratës, pamundësia thithjes investimeve të huaja, reduktimi i investimeve vendase dhe zhvillimit ekonomik, emigrimi sigurisht si një plagë që na bashkon në të gjithë rajonin. Pra dhe shumë probleme tjera e bëjnë Kosovën një problem brenda Kosovës, më shumë se sa një sfidë të Kosovës në raport me Serbinë. Në qoftë se Kosova do të kishte një funksionalitet më të mirë, pra nuk do të kishte këto sportet e vështira me zgjedhjet e jashtëzakonshme, në qoftë se nuk do të kishte këto cicmicet politike për të mos zgjedhur presidentin, më shumë për të mos zgjedhur se sa për ta zgjedhur, e kështu me radhë, sjellja ndaj figurave të shtetit, për shembull siç ishte ndaj zonjës Osmani, kështu me e bëjnë Kosovën, e ekspozojnë Kosovën shumë të brishtë dhe jo serioze në raport me agjendat për të zgjidhur problemet me Serbinë. Pra, në raport me Serbinë duhet një Kosovë stabile, me një leadership të qëndrueshëm, të përgjegjshëm, pa marrë parasysh se kush do jetë, pra dhe se kush është. Unë shoh ende larg mundësinë e një dialogu Kosovë-Serbi, për aq kohë sa problemet janë akoma më shumë në Kosovë se sa në raport me Serbinë. Dhe angazhimi i Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të tjerë që janë investuar deri tani për Kosovën, duke qenë në zona të tjera të konflikteve dhe të sfidave që ato kanë, nuk besoj që do kenë kohë dhe energji të merren tani me Kosovën dhe Serbinë. Në fundit janë dy shtete që funksionojnë, nuk funksionojnë krah për krah, por funksionojnë shpinë për shpinë. Secili ka kthyer shpinën shokut, por kjo nuk do të thotë që ata nuk ekzistojnë. Pra nuk kthehen të bashkëpunojnë, nuk kthehen të ndihmojnë njëri tjetrin, nuk kanë një qasje europianiste, por në thelb, fundit të dyja janë shtete funksionale dhe për stabilitetin e Ballkanit nuk është përgjegjësia e tyre dhe mundësia e tyre, është dikush tjetër që e ruan këtë stabilitet. Sa po të ishte për Serbinë, Serbia do ta kishte destabilizuar me kohë Kosovën, ndoshta edhe Maqedoninë e Veriut. Meqense jemi këtu e cekët pjesën e presidentit Kosovës, besoni se do të zgjidhet apo do të shkojë sërish për të disatën herë në pak kohë në zgjedhjet e reja Kosova? Të themi kështu hapur fare, janë 98 mundësi për ta zgjedhur presidentin, janë vetëm 2 mundësi për të mos e zgjedhur. Që do të thotë, në qoftë se ka vullnet politik, ka përgjegjësi politike nga zoti Kurti dhe drejtuesit e 3 partive tjera politike të opozitës, absolutisht që mundësia për ta zgjedhur presidentin e ri ose presidenten, se mund të jetë edhe femër, të Kosovës, e kanë të padiskutueshme. Pra, ka figura që mund të përmbushin kriteret për një president dinjitos, për një presidencë dinjitoze, mund të kursejnë popullit të Kosovës jo thjesht parat, por mund të kursejnë edhe energjitë dhe një luftë tjetër politike për të ardhur pak a shumë në të njëjtin rezultat që kanë, dhe për të patur përsëri të njëjtin cikël krize, sepse
në qoftë se shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme për 45 ditë, cili do të jetë rezultati? Shto 2 plus minus 2, aty do të kemi pak a shumë të shifër dhe do të kemi përsëri të njëjtin diskutim. Pra që nuk i kemi gjitha votat, por në qoftë se ne si japim votën, ai nuk i bën dot 80 vota dhe do të vazhdoj ky cikël dhe kjo e degeneron, nuk ja ul më seriozitet, po e degeneron komplet seriozitetin e një shteti. Prandaj thirrja ime është që secila parti politike të bëjë një hap mbrapa, të heqë dorë nga kandidatura partijake dhe të bashkohen sinqerisht tek një president, le të jetë president qoftë edhe teknik, sa më pak politik,